Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, si dhe mbi rolin e dialogut politik në ndërtimin e mirëbesimit dhe avancimin e proceseve integruese europiane ishte në thelb të takimit të mbajtur në Shkup mes ministres për ropën dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë, Elisa Spiropali, dhe deputetes së Bashkimit Demokratik për Integrim, Rina Hajdari, si dhe deputetëve të tjerë shqiptar. Në takimin organizuar nga ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denion Mejdani, u vlerësua bashkëpunimi rajonal si element kyç për stabilitetin politik, zhvillimin demokratik dhe përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në rajon. Maqedonia e Veriut e gjen veten të tretin në Europë në listën e vendeve për vrasjen e grave nga partnerët e tyre. Sipas të dhënave të vitit 2023 në Eurostat, shërbimi statistikor i Komisionit Evropian, Maqedonia rënditet i treti në Europë për sa i përket shkallës së vrasjeve të tilla pas Letonisë dhe Lituanisë. Shkalla më e lartë u regjistrua në Letoni ku 17 gra për 1 milion banor u vranë në vitin 2023. Në Lituani shifra ishte 10 gra për milion banor. Në Maqedoninë e Veriut, gjatë së njëjtës periudhe raportuan 6 vrasje për 1 milion banor. Pas Maqedonisë pason Bosnia dhe Hercegovina, më pas Austria, Mbretëria e Bashkuar dhe Ukraina. Maqedonia paralajmëroi se nuk do të dërgojë trupat e saj në një mision ushtarak në Ukrainë. Kjo përgjigje vjen pasi disa vende europiane kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të dërguar ushtarët në Ukrainë për të ndihmuar në ruajtjen e paqes dhe për të përgjigjur në rast se Rusia shkel një marrëveshje të mundshme paqe. Njoftimi i ngjashëm erdhi edhe nga Slovenia, megjithëse kryeministri i saj, Robert Golob, kërkoi që kjo të jetë vetëm si mision i përbashkët në një mandat të Kombeve të Bashkuara. Kjo forcë mund të jetë pjesë e një rezultati të mundshëm të bisedimeve të paqes midis SBA-s, Ukrainës dhe Rusisë, thon nga Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Personat me aftësi ndryshe në Shqipëri do të përfitojnë nga 15.000 lekë shpërblim për festat e fundvitit. Qeveria ndryshoi buxhetin për herë të katërt me një akt normativ. Ministri i Financave Petrit Male njofton se përmes këtij akti përfitojnë 148.000 persona. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fundvitit do të jetë 15.000 lekë apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Krahasaj në llogarinë për pensione në Bankën e Shqipërisë do të kalojnë fondet e pashpenzuara nga institucionet këtë vit rreth 150 milion euro. Është vendosur që për të gjitha ato fonde të cilat nuk do të shpenzohen nga ministrit apo nga institucionet buxhetore, do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, vlerësohet se shuma e cila minimalisht do të kalojë në këtë llogari do të jetë në masën 150 milion euro. Me rishikimin e buxhetit të ri, 2 miliard lekë shtesë do të shkojnë për fermerët nëpërmjet skemave mbështetëse. Gjithashtu 1.2 miliard lekë shtesë janë parashikuar për pushtetin vendor me qëllim shlyerjen e borxheve. Një instrument i rrezikshëm financiar pas një kontroll real, përmes të cilit mund të abuzojnë qindra milion euro nga paratë e qytetarëve, komentoi deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku vendimin për ngritjen e Bankës Kombëtare të Zhvillimit. Përmes rrjeteve sociale, deputeti e Partisë Demokratike vlerësoi se ky institucion rrezikon të kthehet në një lavatriçe financiare. Problemi sipas Tabakut nuk është ideja e bankës, por arkitektura e saj e qëllimshme për të vjedhur në hije. Deputeti rënditi disa nga shqetësimet kryesore sipas saj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.